Filme artistik me regji ka cilësuar drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Haki Çako, pamjet e publikuara për trafikun e armëve nga një emision investigativ. Duke ju referuar një dokumentarit të televizionit italian Rai për trafikun e armëve në Shkodër, i cili finalizoi me shitjen e municioneve tek militantët e ISIS, Haki Çako i ka cilësuar sajesa të redaksive. Të njëjtin qëndrim mbajti edhe për shkrimin e publikuar nga britanikja Daily Mirror, lidhur me financimin e kultivimit të kanabisit në Shqipëri nga ISIS. Deklarata u bë nga kreu i policisë ku ishte i pranishëm në analizën vjetore të policisë së Shkodrës. Më duken realisht film artistik, ju jeni shqiptar dhe jeni koshient, ashtu si gjithë shqiptarët, që jo vetëm skenar të tillë të realizuar në për studio, qofshin këto televizive private apo dhe në për redaksi gazetash, të cilat nuk përkojnë absolutisht me realitetin shqiptar. Sa i takon reformës në drejtësi, ai e quajti të domosdoshme, ndërsa theksoi se policia do të vijojë punën e saj. E mëtej tha se shumë shpejt do të goditen autorët e krimeve të fillim vitit 2016. Policia e shtetit pothuajse në të gjitha rastet i ka kryer veprimet e saj procedurale, por kjo nuk mjafton, kuptohet. Pasi janë njësër institucionesh të tjera të drejtësisë që konkludojnë deri dhe në përfundim në deklarimi fajtor gjitha grupet kriminale dhe organizatat kriminale që veprojnë ose që kanë ndërmarrë iniciativa të tilla, ne jemi duke hetuar me intensitet dhe besoj që shumë shpejt pjesa më e konsiderueshme e tyre për të cilët disponohen informacione dhe që ka të dhëna pse jo dhe prova do të vijnë përpara përgjegjësisë ligjore. Çako premtoi rihapjen e dosjeve të vrasjeve të pazbuluara në vite, jo vetëm në qarkun e Shkodrës, por në të gjithë vendin.